Rreth 20.000 vizitorë kanë qenë në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar nga janari e deri më tani, ndërsa vetëm gjatë sezonit veror, prej qershorit e deri në shtator, ky muze është vizituar nga rreth 13.000 turistë. Statistikat flasin kryesisht për vizitorë të huaj. Vi nga Franca, jam shumë i lumtur që jam këtu. Është vërtet një koleksion i madh ikonash, ndërsa udhëtoja nga Tirana drejt Shkupit, kam ndryshuar turin tim për të ardhur këtu dhe për të parë këtë muzeum. Jam shumë e impresionuar nga këto ikona këtu. Jam e interesuar në histori dhe arte. Më pëlqen ky muzeum, është i ri dhe mjaft impresionues. Ne jemi nga Gjermania. Kemi qëndruar për 2 javë në Shqipëri dhe ky është stacioni ynë i fundit këtu. Vizitorët janë mjaft të interesuar për artin bizantin, por edhe për koleksionin e ikonave dhe objekteve të tjera të prezantuara në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar. Pjesa më e madhe e turistëve dhe vizitorëve që vizitojnë Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar janë më shumë të fokusuar të shohin, më të interesuar të shohin edhe pjesën e artit bizantin dhe atij post-bizantin, të cilin e gjejnë në mënyrë, le të themi, shumë të shpalosur në muzeun tonë. Në këtë muze, vizitorët mund të informohen edhe nëpërmjet guidave në audio, në gjuhën angleze, frënge, ukrainase dhe shqipe. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë ka një fond të pasur prej 8.000 objektesh, nga të cilat 6.500 ikona me vlera të papërsëritshme historike dhe kulturore.